Cili është ai investim, ai biznes, ajo ndërmarrje që nuk keni realizuar dhe për cilën jeni pishman sot? Ajo që unë ndoshta do ta gjykoja 2 herë të investoja, ndoshta deri diku telekomunikacion. Këtë pyetje nuk do doja t'ja bëja skujt tjetër përveç teje. Si e shet Tiranën pas 15 vjetësh në pjesën e ndërtime? Çfarë qyteti do jetë? Shumë vibrant, pa dyshim në avangard dhe jetë një vend ku do dihesh mirë të jetosh. Shiko, ne tentojmë të jemi autokritikus, por le të themi një gjë, asnjë nuk e din që në Komunitetin Evropian shkalla klimik për 100.000 banor më e ulta është në Shqipëri me 4. Në Bruksel, në zemër të saj është 64, kupton. Ne kemi një liri fetare, liri jemi të paparajgjykuar në atë aspekt. Kemi avantazhin e një super kuzhine, kemi avantazhin e një super klimë. Më pëlqen ta them që Zoti na pa ishin dhe ben na hodhi në vendin më të bukur të globit. Si shihni drejtën shqiptare pas 15 vjetësh? Atëherë ka problematikat e veta, ajo që duhet të kuptojmë është që Roma nuk u bë brenda natës, mund të jap një shembull, plazhi i Durrësit Kevjori, jo Vulaxhi, u zhvillua në mënyrë totalisht jo ritmike, jo të rregullt. Pastaj ajo që ndodhi është që lloj procesi i përmirësimit. Bizneset e suksesshme blen bizneset pa suksesshme, u riformatua, u smaruan në cilësinë në shërbim dhe sot kemi realitete shumë pozitive në Bergdero. Do ketë Shqipëria një qytet të ri turistik nga e para? A është e nevojshme? Zvërnici. Okej, e kuptova. Po një qytet urban nga e para? Nuk e besoj. Po një Tirana 2? Tirana 2 po ndodh. Ne flasim në juglinje, po ndodh në Tirana 2. Pjesa e zonës vilave Tegut. Jo vila, se ka aty dhe ka dhe apartamente ashtu. Ajo që duhet të ndodhi paralel është që kësaj t'i parapri një infrastrukturë. Okej, nuk e lija dot edhe për respekt të karrierës time, por edhe sa çfarë ju provojsoni në mediat shqiptare, 2-3 pyetje për media. A ka vdekur media tradicionale në Shqipëri? Jo në Shqipëri, media ka vdekur në gjithë botën, kështu që do disë edhe në Shqipëri se është një zhvillim logjik. Nga media e spektaklit dhe debate politike, tani jemi ke vota e Big Brotherit dhe e Fermosville. Është tendencë në gjithë botën, realities janë ato që sot i vendosen ndaj çdo lloji programi. Ne kemi pasur jetin deri gratë, kemi parë efektin e filmit, efektin e sport, efektin e talk show, efektin e gjithçka dhe ajo që godet që bën munga që bën virale është patjetër realities. Dhe hym në panelin e pyetjeve të fundit, kur keni qenë më pranë dështimit? Biznes. Unë jam natyrë optimiste. Vendimi më i vështirë që keni marrë në sipërmarrje? Vendimi i vështirë që mund të kem marrë është gjithmonë ka të bëjë me njerëzit. Kur kam qenë detyruar të largoj dikën tonë, ka ndodhur shumë. Çfarë cilësie duhet të ketë një investitor ose një sipërmarrës që të bëhet biznesmen i madh, që nuk e shohin njerëz të zakonshëm? Shumë edhe do përgjigjeshin me një klishe që të punoj fort, mos punoj fort, punoj smart. Ju duke që vazhdoni lexoni. Po mundohem, ashtu. Si e dalloni një mundësi të madhe në treg nga një iluzion të madh? Se ngaherë janë aq afër njëra tjetrës. Jo, janë gjithmonë bashkë. Failure dhe sukses si ndahen gjithmonë një shumë. Jo, kur të ofrohet mundësia për të bërë një projekt gjigant që duket një mundësi e jashtëzakonshme biznesi, por nga ana tjetër ajo është iluzion.
Unë kam një fat që ne jemi family run business, jemi biznes familjar dhe sa e që unë fluturoj lart, Të tërheqet. Adi duhet të tërheq më shumë. Adri më vjen së dy vash. Okej. Cili do jetë projekti më i madh privat në Shqipërinë 10 viteve të ardhshme? Përveç pjesës Zvernet. Shiko, mund të flas për projektet e mia. Okej. Se jo. Dhe projekti më i madh që unë mendoj që ne do kemi është në Sami një produkt shumë cilësor dhe marinat me kace në Saran dhe Norikun. Janë të dyja super projekt. E ardhmja, do të thënë, ambicia jonë është që me të dyja marinat ne të jemi në të jeni një nivel pak më lartë se Porto Novo dhe Porto Fonteneve. Pra, e ardhmja e turizmit ju e shihni në industrinë e detit. Nëse do ju merrte qeveria sot në telefon dhe do ju kërkonte një këshill vetëm ekonomike për vendin, sigurisht e lidhur me kontekstin e biznesit, cila do të ishte ajo që do i jep? Investoni në arsim. Si e shikoni arsimin? Shumë deficitar dhe ka nevojë që qeveria të merret realisht. Apo krijon kjo probleme në Absolutisht po. Prandaj dhe ngrisë shit. Ne sot nuk kemi shkolla. Ose janë të tilla që duhen patjetër fëmendje. A ka Shqipëria potencialin real për të qenë kryetësia e re e mesdheut? Jo, unë do thosha Kroacia sepse është diminutive, do thosha Zvicra Me det. Me Zvicra me det. Çfarë do ju bënte ju më krenar? Futje në listën e Forbesit si miliarder, apo që të mashit mend si njeriu që ndryshoi një industri të tërë në Shqipëri? Besoj që kjo e dyta. Pas 30 vjetësh, çfarë do doje, ose 50 vjetësh, çfarë do doje më i mend Artan Dulaku në këtë qytet? Çfarë? Kam një vendim që është në listën e Forbesit dhe kemi bërë këtu një bisedë, her pas here flasim dhe në atë kohë ishte tjerë kohë shumë mi të vajtë. Kërkoj dhe kam që të mbjellet emri dhe mbrapa do thënë. Edhe i me drejta, okej, ja 50 vjetë, ja 100 po pastaj. Shihet në këtë aspekt do thënë ajo është relative. Në fakt ti je në një garë me veten dhe do të shohësh të eksplorosh kush janë limitet e tuaja. Por nuk t'i intereson pastaj. Po të kërke pyetja e ujt e parë, me më përvarshme që besoj që më me blerë është krijimi një diçka të re sa 1 milion më shumë, 1 milion pak. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi si më për të jesh me ju. Faleminderit nga pjaca ku sot ato e ndriçoi Artan Dulaku, ju uroj mirëpafshim.